Se pas një vesh... Mu personalisht së më ka ndodhë, po është një sen që ndodhë në është ta shumë shpesh të E atë ka ndodhë për shambull që kur është kry komplet shfaqja dhe opera dhe e ullja, ose me të shku zonja automatikisht? Po, më ka ndodhë. Faktikisht jo me më shku zoni, po më ka ndodhë dhe këm pas momentin në Vjenë, po du me cekë, sepse më ka ra me këndu një rol shumë sfidus. Do me thonë rolin e kontit, pasi që e kom përfundu, që me të thonë shumë drejt, do me para se me marrë atë rol më ka do një kafshat shumë e madhe, po kur u përfundu komplet opera që ka qenë një ndër debutimet e mia më të suksesshme deri sot, ka qenë, do me thonë ai momenti që kom thonë, oh my god, shqyqyru kry, se so puna, so seni edhe të nesërmen më ka dosht më nisë për Prishtinë për operën Carmen që e banëm. Do me thonë, më ka ra shumë provë mas provë shfaqe, u kom pak sfit, po u kom shumë nice. Dalim prej gjeneratës tonë në këtë, po e marë si shembull, shumë artistë kanë zgjedhë, me këndu dhe me interpretu zhanret ndryshme të muzikës. Nëse jo në operë, çfarë zhanri kështë këndu? Nëse jo në operë, ndoshta kësha këndu, s'po di. Po prap isha sill që anej shambull, ma shumë në ashtan stil të Andrea Bocellit, më thonë, anej ma shumë ka zhanri italian. Andrea Bocelli në Kosovë? Andrea Bocelli në Kosovë, e sho? A shen ai zhanër ose në artiste që pak këndën atë formë? S'po di, s'kisha thonë që sho shumë. Që sheshet muzikën? Muzikën e sho në Kosovë? Në Kosovë. Muzika në Kosovë, do më thonë, mendoj që është të ecë në rrugën e duhur, në aspektin e zhanrit tam, se në zhanrit e tjera më veç po dihet që është shumë duke më dëgju. Po në zhanrin tam për shot që ka përmirësime shumë, do më thonë, ja vlen mu cekë që çdo koncert i filharmonisë dhe i operës, sala mbushet full me publik. Më thonë, problemi është se s'ka bileta available për marrë në dëgju, dhe jemi në rrugën e duhur, po normalisht, pa shpi, do më thonë, edhe në s'ka kërgja. Po muzika jashtë operës, që shdo këtë ty si pjesëtari filharmonisë së Kosovës, dhe njëkosisht duke interpretu në skenat të ndryshme, që sheshe këto hitet aktuale që janë të ne? Hitet aktuale, mendoj që ka diçka interesant, po është e një pjesë që nuk më pëlqen asë një pikë. Ka vlera? Ka vlera, normalisht, sepse do më thonë, kur janë nisë me këndu diçka të tillë, do më thonë, pa pas një diçka në i vlerë që ti jetu e qitë jashtë, është e pa mundur. Normalisht, këta artista që bëhen viral apo bëhen shumë të famshëm, nuk bëhen kot të famshëm, do më thonë, ka diçka, është një ngjyrë e zonit, ose një, çapo dijo, një kërkim, se na krejt jena në kërkim diçkafit për me dalë dhe me interpretu. Po, mendoj që normalisht ka vlera, po është një pjesë që më duket shumë e pavlefshme. Të kjo pjesa e pavlefshme, a ka për shembull në artist ose zhanër ose këngë, që për momentin po bjen mend që thu, okej, pazari pehan, po, so kërka ku do të më. është nashta, nuk e kësha cek në e këngë specifike ose artist, po... Zakonisht nuk i cek një intervist. Po, për me majtë mirë me krejtë, është kjo. Po, është një farë miksi talavas me muzikë arktuse, që është një kombinim deadly, atë në kështu për shambull, neve në arzontohe.